Më trego pak tani si re në kontakt me rjetin e mas të japonez të ujit Kangen, përpara se të kalojmë tek tryeza për ta prezantuar si aparat. Në 2009, me këtë programin spiritual, me librin Dituria, ne mbanim, si me thënë, tek convention, tek këto qendrat convention center, ku ne kishim shumë tavolina, këto janë më shumë expo, nuk e din shqip tani. Tip ekspozitash prezantuse. Expo prezantuse në food industry, në industrinë e ushqimit, në industrinë e ujit, më shumë me këto frekuencat e panaire. Gjithmonë kur ne kishim tavolinë e librit Dituria, Kangen Water ishte inside. Që të bëri përshtypje që shkuj aparat dhe ky ujë ndryshe nga... Actually, një shoqe imja në grupin tim studimor, shkonde blen makinën. Ishte mosha e nënës time, edhe më thot mu, Linda më thot, Fatlin thot, Asgarit, burit asaj, po i nxjehen flokët. Me këtë ujë. Nga që njihja Asgarin, ishte indian, i kishte flokët e bardha, okay? Edhe më thot, po i nxjehen flokët. Ja, Linda, po pse, po ky ujë, po kush është ky ujë, po është ky ujë. Okej, shkova unë ta provoj ujin. Edhe Toronto ka ujë shumë të keq, sa ato e marrin ujin nga Great Lake. Great Lake është shumë i kontaminuar. Edhe unë fillova duke pi ujin, po në atë kohë vuja nga smundje lëkure. Kjo ishte një smundje lëkure, qysh kur isha 13 vjeç nuk ishte dhënë dum asnjë doktor, që unë kam qenë doktor nga Shqipëria, nga Turqia, nga Gjermania, nga Kanada, nuk i dhanë dum, edhe unë jetoja me një gjë, dhe ato kishin përhapje, kishin nga sekuenca që vinte ikte me, edhe unë e pija ujnë se më pëlqente ujë, po pasaj fillun të ndryshojnë dalja e kësaj, edhe u çudita, për 6 muaj mu hoqi gjitha. Pra, vetëm me ujë një shërua duke konsumuar, po dhe duke e lartë No, vetëm konsumim. Unë nuk e dija që lashte, unë thjesht merja ujë se e pija, unë nuk e dija se që kishte më shumë. Nuk e dija proceset e ujë që kishte brenda. Unë thjesht më pëlqente, edhe u çudita, dhe e vetmja gjë që unë ndryshova ishte ujë. Pastaj kur unë i bëra kërkimet që ndodhi, ato unë e pashë unë nuk isha i vetëm. Dhe më pas doje që këtë teknologji... Pastaj e mora makinën në 2009, edhe the rest is history. Dhe le të shkojmë të tregojmë diçka më tepër se për çfarë ujë dhe çfarë aparati bëhet fjalë. Fatlindi e quan atë ujë së ardhmes, kështu e quan gjithë sistemi botëror që e përdor ujin Kangen, e po ashtu le ta quajmë ujin e gjallë. Pse do të quhet ujë gjallë, çfarë ndryshimi ka, le të shkojmë ta prezantojmë. Ky është aparati. Prezantohet për herë të parë në Shqipëri, në studion ton Reze Dielli, fal Fatlindit. Më trego pak çfarë është uji Kangen dhe si funksionon ai. Uji Kangen në japonisht do të thotë të kthesh në origjinë. Si fjalë, actually dhe japonezët me i pyet, nganjëherë nuk e dinë. Kur a themun Kangen-tsu, dhe ato e kuptojnë se ç'është. Ky është koncept. Kush është principi i ujit Kangen është ky. Është fillimisht kjo kompani ka nisur në vitin 74, dhe më thënë ka 51 vjetë përpara, si joint venture me Sonin, se ishte bashkë me Sonin e Japonisë, dhe ky nisi si një proces, e Japonia ka shumë të evoluar ujin, sistemin e ujit e ka shumë të përparuar, dhe u nisi si një proces shëndetësor medikal. Medikal që do të thotë përdoreshe në spitale, ky lloj uji. Edhe sot. Ky sistem, planimetria ishte ky, si të ndihmojmë ne njerëzit që kanë probleme me kancerin. Ky është tendenca e kësaj makine. Edhe sot në Japoni përdoret në spitalet e kancerit për cancer treatment. A ka prova shkencore që e përdorin? Jo, po ky është pajisje medikale certifikuar, ku s'ka më shumë se sa aq prova. Do të thënë ky produkt njihet dhe suportohet nga 6500 doktor japonez. Flitet vetëm për spektrin e brendshëm të saj, do të thënë. Now, që t'japun ca koncepte çfarë do të thotë pajisje medikale certifikuar, okay? Që një pajisje medikale të certifikohet, duhet që stafi që është stafi shpikës, që bën shpikjen, ato janë guinea pigs. Ato, të gjithë procedurat që
kjo makinë thot që bën, ato do t'i provojnë fillimisht në trupin e vet. Ky është liq në ciklin medikal. Ato nuk mund ta provojnë te ty si njëri normal në rrugë, sepse ato nuk kanë testuar që këto që thonë është e vërtetë, se nuk është certifikuar. Now, në Kanada... Pra, se shumë ilaçe provohen të kafshët. That's Ta e kanë correct. provuar të vetja e tyre. That's correct. Sepse s'mund efekti mbi kafshën nuk mund të jetë i njëjtë me efektin mbi njeriu. Absolutisht. Now, në Kanada edhe në gjithë perëndimin duhen 7 vjet teste. Mbas 7 vjetësh ti futesh në certifikim dhe provohesh nëse ajo që ti thua vlen apo s'vlen. Në Japoni është 12 vjet. Do me thënë, kësaj kompani nuk, po kalove certifikimin japonez, ti ke kaluar certifikimin më të vështirë dhe më rigoros. E kuptova. Pra pas 12 vitesh është futur. në provë? Actually, kjo pajisje i është dash 20 vjet që të kalon për përdorim publik. Do me thënë, në vitin 95, kjo pajisje, dhe më nga 74 deri 95 tani është certifikuar edhe si produkt shëndetësor, se si produkt medikal, ne s'mund kemi akses, si njerëz normal. Sepse të tilla i ka funksione që do të tregoj, se prodhon diku te 7 lloje ujrash. Korrekt. Edhe në 95 pastaj, kjo makinë ka mbi 12 certifikata. Do me thënë, në industrinë e ujit, nuk ka sistem ujor që i afrohet kangeni, jo të comparet me kangenin. Krahasohet me to. Sepse koncepti është i tillë, unë mund të them çdo gjë, ti mund të thosh çdo gjë për atë gjën që ti prodhon. Unë them këtë, kush të njeh ty? Kaq. Më trego se kush të njeh ty. Kangeni është e certifikuar, jo vetëm si pajisje medikale, kjo pajisje ka brenda 8 elektroda titaniumi të lyera me platinium. Që të tregon që për jetëgjatësin, për pastërtin... Tani, mos haro këtë, jetëgjatësia, koshtrirja e certifikimit 12 vjet është për këtë fakt. Në qoftë se ti ke platinum, se ka komponent elektronik dhe ka komponent fizik. Ti, jo vetëm që duhet testosh që ajo që ti thua është e vërtet, po ti duhet testosh që ti mban parametra gjatë kohës, se ti mund t'jesh shumë i mirë për 6 muaj, pastaj parametrat bien. Rrugës, si çdo pajisje. Jo vetëm kaq, po ti, mbasi ti je certifikuar, mbas 12 vjetësh, ti duhet të ricertifikohesh çdo 2 vjet. E kuptoj. Tani, me këtë që ju thoni, kjo pajisje, që do të tregojmë pastaj si montohet dhe si funksionon, për sa kohë e ka efektin në shtëpitë tona? Ju min, si jetë gjatësi? Si jetë gjatësi. Kjo ka 5 vjet garanci dhe ka 25 vjet jetë gjatësi. Do më thë këtë pajisje ne vendosim sot dhe kemi për 25 vite në gjithë jetën në shtëpi. Actually, kjo është llogaritur për gjithë jetën tënde, sepse edhe mbas 25 vjetësh, ato mund të punojnë të elektrodat, të fiksin elektrodat dhe ajo vazhdon. Do me thënë, këtë makinë ti teknikisht nuk e blen 2 herë. Në këto 25 vite, nuk ka në një ndryrje që i bëhemi, kujton si që një herë në 5 vjet, qohet në qendrën e Ninexhikut, dhe ato e hapin makinën dhe pastrojnë elektrodat nga brenda. Një herë në 5 vjet, e kuptova. vjet. Tani, më trego pak çfarë aty ku duam të dim dhe ne çfarë diferencë bën në ujin e rubinetit kjo pajisje. Ku ndryshon uji që do të konsumojmë nga pajisja Kangen, nga uji që blejmë zakonisht në shtëpitë tona. Çfarë i bën ujit kjo pajisje? Kjo pajisje bën 2 procese. Procesi i parë është procesi filtrimit, dhe unë e kam zgjidhur për Shqipërinë sepse çdo vend ka probleme të ndryshme filtrimi. Vjen nga nga lloji i ujrave dhe problemet që kanë nga brenda. Dhe procesi i dytë është procesi i ionizimit. Uji ionizuar. Dhe i alkalizuar. Dhe i alkalizuar. Do me thënë, ionizim dhe alkalizim. Ka një ndryshim midis fjalës alkalin and alkalize. Uji alkalin, që ato shesin për jashtë në për këto shishet e vogla, plastike, ai e ka pH-in aq sa ato thonë, se u atestojnë unë atë, se s'kan ku ikin, po problemi është këtu. Teknikisht, ti s'mund të marrësh një ujë alkalin dhe ta fusësh në shishe, sepse kemikisht ajo nuk mund të rri alkalin, se humbet vlerën kur kalon kontakt me ajrin. Ato çfarë bëjnë? Ato fusin kemikate brenda që të mbajnë karbonatet, nivelin e karbonateve në stadin që të mos kthehet në acidik. E kuptova. Po edhe plastika ndikon apo? Ajo është tjetër gjë. Plastika pa diskutim që ndikon, po flas vetëm si ujë. Ndërsa ky ujë, kur ne themi që ky është 9.5, është 9.5 ose është 8.5, është 8.5 pH, po ky nuk ka asnjë kemikat brenda, është H2O. Dhe gjithë qëllimi i kësaj shkence është që të zëvendëson gjithë sistemin ujor shtëpiak,
që përdor sistemin e rjetit, do me thënë, dhe uji Shqipërisë është kryevepër. Unë e lav ujin e Tiranës. Hiç se pëlqej ujin e Kanadas. Hiç nuk e pëlqej. Pse? Sepse uji kanadez është uji acidik. Dakor, ti e pëlqen ujin e Tiranës, pas kush nuk e përdor ujin e rubinetit? Ja, nuk e, shiko, problemi i ujit rubinetit në Tiranë është problemi i trajtimit të ujit. Jo shumë trajtime, po janë tubacione që janë problem këtu. Tubacione, rjeti tubacione. Dhe me thëmë, procesin e filtrimit unë e kam zgjidhur, po uji Tiranës është i këndshëm, sepse është ujë selite. Ku do gjesh ti ujë selite në Kanada? S'ke shanse të gjesh ujë selite në Kanada. Ti ke në një qytet vogël, si Tirana, ti ke ujë selite, ujë boville. Po. Edhe ca lloj tjera ujrash, këto janë ëndra për vendet caktuara. Është thjesht ato kërkojnë një ristrukturim të asaj dhe uji këtu bëhet i kryevepër. Now, sido që t'jetë uji, nuk ka krahasim me ujin e jonizuar. Uji jonizuar është totalisht tjetër univers. Sepse çfarë bën jonizim? Dhe mbas pastrimit futet në dhomën e jonizimit. Dhoma e jonizimit ka anodën dhe katodën. Dhe aty përmes një procesi intensiv të elektrolizës, me një high voltage, uji ndahet në ujin e sipërm, të kjo tuba e sipërme dhe të kjo tuba e poshtme e këtushme. Do me thënë, ky uji këtu është uji hidrogenizuar dhe ky këtu është uji oksigenizuar. Pra, ky aparati montohet tek rubineti, tek çezmat e lavamani, për arsye të ndryshme teknike, nuk arritëm dot ta montonim, ndoshta mund të jetë një herë tjetër për ta treguar, dhe më pasi montohet aty si aparat, ne do të zgjedhim përmes touchscreen, përmes ekranit, janë rreth 6 zgjedhje. Pra ky ekrani ndizet dhe ka 6 ose 7 zgjidhje me butonin përkatës, ne do të zgjedhim se cilin ujë duam, që ky aparat të prodhoj. Dhe cilat janë llojet e ujit që prodhon Kangen? Kjo prodhon 3 lloj grup ujrash. Grup ujrash. Grup ujrash. Një grup ujrash janë për trajtimet brendshme. Now, edhe pse ti e pin si ujë, ti teknikisht ke pirë diçka që po ristrukturon të gjithë, po rikthen trupin tënd në stadin natyral të trupit tënd. Do me thënë, çfarë do të them me të është kjo? Uji jonizuar, që ta themi në simple term është kjo, çfarë bën? Ky që del këtu nga sipër, quhet uji hidrogenizuar. Po. Na, çfarë është uji hidrogenizuar është ky? Pse njerëzit për shembull thonë që ti duhet të hash fruta dhe zarzavate, që të bësh atë që quhet detox. Na e bëjmë detoxin me fruta dhe zatë ndryshme. Na, le ta prekim vetëm pak se ç'është detoxin, kemikisht ç'është në trup. Na, kur ne ham ushqim, trupi në organet tretëse dhe në zor krijon një që ndan ushqimin dhe del jashtëqitja, ato që do dalin jashtë nga ushqimi, mbetet në ushqimit, ai krijon një strukturë që quhet uji oksigenizuar. Çfarë është uji oksigenizuar? Këto janë jone. Janë molekula ujë të pa plotësuara, që në oksigjen ka një mungesë elektroni. Tani, kur kjo molekul kërkon, se nuk është reaktive, very reaktive, po nuk qëndron dot në atë formë, ai kërkon që të plotësohet si molekul, dhe ç'bën, ja vjedh elektroni molekulës që është në krah. Molekula që është në krah ka një mungesë elektroni, ja vjedh molekulës që është në krahun tjetër. Është reaksion, kjo është si zinxhir, dhe ky zinxhir quhet zinxhiri i oksidimit. Kjo bën plakjen. Dhe ky është zona ku mikrobet, bakteria, viruset atje jetojnë dhe grojnë. Now, ç'ndodh? Ç'a ndodh kur ti han fruta dhe zarzavate? Si fenomen. Now, frutat dhe zarzavatet, pra në thonë ato, ti hash green. Po. Sa më të gjalla që t'jenë, ai është një zonë e ujit të hidrogenizuar. Çfarë është uji hidrogenizuar? Është një jon, siç është uji oksigenizuar, po që në hidrogjen ka një ekstra elektron. Po është aktiv, futet në reaksion menjëherë, ai kërkon të plotëson veten, dhe çfarë bën? Kërkon që ta jep këtë hidrogjen, këtë ekstra elektron. Tani kur ti pin këto ujë, ti han këto ushqim, këto fruta dhe zarzavate, në vend që uji oksigenizuar t'ja vjedh elektronit një conjunction molecule, ky uji i hidrogenizuar ja jep elektronin dhe minusi me plusin, po e them në gjuhën shqipe, minusi dhe plusin, ato neutralizojnë njëra tjetrën dhe kjo del jashtë si urinë. Qartë, e kuptoj, për që bëhet procesi i detoksit, pra në terma kinike. Tani, thamë që ka disa
lloje pH-e të caktuara sipas përzgjedhjes. Pra ata që do ta kenë këtë aparat në shtëpi duhet të mësojnë ka atë shpjegimin për katës. Ja, unë do ta bëj këtë gjë. Të ujrave që do të prodhoj ky aparat. Unë dua të di. Si do ta kuptojmë? A ka ndryshim në shije ky ujë që do të konsumojmë? No, në shije actually çfarë do të kuptojmë ne ndryshe nga ujrat e tjerë që blejmë dhe përdorim në përditshmërinë tonë? Po, uji i hidrogenizuar actually është shumë i shijshëm. Ai nuk ka ndryshim nga, si më thënë, nga 8.5 në 9, po është një ujë që kur ti fillon dhe pin, ti s'pin do të ujë tjetër më. E kuptova. Tani, do të sqarojmë pak publikun, se për shkak se nuk arritëm do të montonim aparatin në çezmën tonë, në rubinetin tonë, Fatlindi shkoi dhe i mbushi në shtëpi, dhe ju kërkojmë dijes që kemi marrë në bidona plastik, sepse është vetëm aktualisht për momentin sa do të tregojmë, sepse dihet që uji duhet të qëndrojë në qelë, që është më i shëndetshëm. Dhe këtu kemi shënuar dhe llojet e pH-eve që uji Kangen prodhon. Si do ta testojmë tani? Tani ky është uji 9.5, e kam shkruar këtu, me pH-in 9.5. Dhe unë do të fus këtu. Ç'do të thotë një ujë me pH 9.5, Fatlind? Është matja e hidrogenit në këtë ujë, të molekulave të hidrogenit në këtë ujë. Ju po thoni për përfitimet që ka uji i tillë, është një ujë që lufton inflamacionet e brendshme. Do të thonë lufton çdo lloj forme inflamacioni, artritis, smundje lëkure, se smundjet e lëkurës përgjithsisht janë të brendshme, ato dalin jashtë, Pra deri në nivelin qelizor. Ja. Kjo lufton problemet për shembull me gastritin, sepse rregullon nivelin e pH-it në gjak. Shumë interesantë. Ky ujë rregullon nivelin e insulinës në gjak. Pa është çmenduri. Me ujë ti rregullosh nivelin e insulinës. Unë kam fakte në Kanada, individ që kanë dalë jashtë insulinës, vetëm duke përdorur këtë ujë. Ky ujë Interesante. Ky ujë është përdoret për individ që bien pesh, ato janë karakteristika tjera të ujit. Vetëm duke pirë ujë, natyrisht duke mbajtur dietë për fenomenet. Shiko, nga kalimi i një butoni te ky ekrani që do të shtypim butonin për të zgjedhur llojin e ujit dhe llojin e pH-it që do të përdorim nëse e kuptova mirë. Pra nëse do kalojmë nga një pH në tjetrin, a duhet që ky aparat të bëjë një lloj pastrimi, pra që mos më përzihet uji i parë me ujin e dytë? E vet pastron. Po shiko, uji që gjendet paraprak aty është shumë i vogël. Ka shtasi shumë, sa është flashen me njëherë, sepse nuk është ujë që rinë. Kjo makinë prodhon nga 2 deri në 4 gallone në minit, që i bie 5 deri në 7 litër në minutë. Do me thënë, uji duhet lëvizën, kjo makinë nuk përdoret për ujë të ndenjur. Uji duhet lëvizën. Ky aparat ka aftësinë të pastroj ujin e rubinetit dhe të na e pasuroj atë për të na bërë më të shëndetshëm sipas llojit që ne duam. E kuptova. Tani, cilat janë provat që do të tregojmë për pH-in edhe ndryshimet që kanë nga njëra tjetra? Ky ujë këtu... Ky është 8.5? Është 9, Pra, sipas pH-it, ndryshoka edhe lloji dhe qëllimi që ka uji në trupin tonë, në organizmin tonë. Arsyeja pse janë, për shembull, me 8.5 dhe 9 dhe 9.5, shkenca nga mrapa është komplekse. Pra, sipas funksioneve që ka, ashtu është dhe pH-i. Ja, ka individ që nuk e suportojnë dot 9.5-ën. Ka individ që nuk e suportojnë dot 9.5-ën, apo suportojnë shumë easy 8.5-ën. Po, mund të ktheheni pak që të shikoj kamera. Është... Kjo është 7-a. Kjo është 6-a. Nga 7-a deri tek 9.5-a, këto janë, dhe me thënë 7-a, 8.5-a, 9-a, 9.5-a, këto janë ujrat që ne i pijmë. Po, këto janë ujrat që do të përdorim në përditshmëri. Tani bashkë me aparatin, di që kompania sjell edhe këto ngjyrusat, pra çdo individ në shtëpi do të ketë këto? Ja, ato janë testuesat. Janë testueset, pra kushdo mund ta bëjë testimin? Kushdo mund ta bëjë testimin. Cilin ujë do të shtojmë që na ka mbetur? Tani do të shtojmë 6-ën. 6-a është këtu, pra ujë me pH-in 6. Për çfarë përdoret uji me pH-in 6? Uji me pH-in 6 është për përdorim për skin care, për lëkurën. Për fytyrën. Për fytyrën. Ja, po ti marr një herë përse më kësaj, kjo është hypoklorit acid. Po. Dhe këto janë ekstreme, ky është uji 2.5. Ky uji që sa po shtove? Yes.
është ujë, po ty të duket sikur është klor, apo jo? Është klor? Ja. Ku ka aromë shumë të fortë klori. Actually, këtë ujë e prodhon kjo makineria? Kjo makineria. Po është ujë vetëm. Atëherë, ata që do ta montojnë në shtëpi duhet ta njohin shumë mirë, sepse mund të shtypim gjashtën edhe mund të pinë një ujë të tillë me këtë aromë të fortë të klorit. No, ka ca procedura për ta përdorur ata. Nuk është aq kollaj. E kuptova. Now, kjo këtu është një pH tester. Dhe me thënë teston nivelin e pH-it në ujë. Dhe unë tani do të... Shiko, ne mund të bëjmë dhe diçka tjetër, Fatlind. Yes. Pra, ky është uji Kangen që ke shtuar në përgota, ne mund të mbushim dhe një ujë të zakonshëm në çezmën tonë. Po, mund të mbushim. Ja. Actually, here. Kjo është uji i çezmës tonë. Yes, kjo është uji i çezmës. Po. Të cilit do t'ja shtojmë ngjyruesin apo provën? Kjo është uji i çezmës. Në gjithë globin kjo është ngjyra e çezmës. Nda vendosi çik veç këtu. Më vete. Now, ky është uji 11, ky është uji 9.5, ky është uji 9, ky është uji 8.5, kjo është 7, kjo është 6, kjo është 2.5. Dhe kjo është uji çezmës. Po. E po ta shif një uji çezmës është 7. E shikoni? Është afërsisht me ngjyrën e 7-s. Correct. Now, teknikisht, ky ujë që është 9.5, 9, 8.5 dhe 7 janë ujrat për pirjet brendshme. Na, 7 është ujë pa ionizuar. Arsyeja pse ai ujë është pa ionizuar sepse ka ca raste që ti nuk duhet përdorësh ujë ionizuar. Për shembull, individ që kanë probleme me veshkat, uji ionizuar nuk rekomandohet, prandaj kjo është bërë si zëvendësuese e ujit, vetëm ky është ujë filtruar, po jo ionizuar. Edhe fëmijët nën 5 vjeç. Këto janë vetëm dy ekstremet që individët nuk duhet përdojnë ujë ionizuar. Ujë ionizuar. Na, të gjitha këto tjerat janë ujë ionizuar. Na, kjo makinë ka rreth mbi 100 mënyra se si ti i përdor këtë ujë. Për përdorimet ndryshme. Për shembull, le ta supozojmë... Na intereson mirë që more domate, na intereson se si nëse ky ujë bën ndonjë magji tek larja e frutaperimeve, për sa i takon pesticideve dhe herbicideve të përdorura tek perimet dhe frutat. Dhe frutat, ja. Ky ujë këtu, Kangen 11, ka një serial përdorimesh. Ky ujë, për shembull, përdoret për individë që kanë probleme me gjumin. Kjo aktivizon melatonin, enzajmin e gjumit, dhe unë kam prova dhe këtu në Shqipëri, që ua kam kthyer gjumin, kam fillu duke flet gjumë, me një glëng, se këtë nuk do ta pish në stade normale të pirjes, se nuk rekomandohet kjo që të pijet, dhe jo shumë, do me thënë një shot, like sa një teke rakije, para gjumit 15 minuta, një krye vepër. Ky këtu është ujë çezmës, që unë do marr ujë çezme, edhe Atëherë, Fatlindi tani po bën një test për larjen e domateve pomodor. Now, ky ujë 11 përdoret... Që është super alkalin, apo jo? Që është high alkalin, po. është alkalin i lartë. Përdoret, ka një vetje shkrirje të vajrave. I shkrin vajrat. Do me thënë, kur ke barbecue, e pastron gjithë barbecue-n dhe nuk ke nevojë të përdorësh kemikate. Për shembull, unë mund të përdori 3 ujëra këtu, që të heqi gjithë make-upin tënd. Vërtet? Pa përdorur asnjë kemikat, asnjë lloj kemikati. Actually, do të çoj një video. Do të çoj unë një video që një grua janë 10, ti shko online dhe type Kangen Water 11, like make-up removal. Just type it, e kupton. Pra si vetëm me ujë pa sapun. Pas një dhe ta pastron në një stad aq të holl sa ti çuditesh, po që ta pastron, po që të rregullon edhe nivelin e pH-it, sepse të lëkurës, se ti du ta pastrosh, po du t'i kthesh gjërat në vëndje. Dhe për të do përdorësh 2-shin, 6-ën edhe 11-ën. I bashkon të gjitha, të treja? No, i përdor në sekuencat ndryshme. E kuptova. Sa di parë hapi 2 me radhë. That's correct. Now, pra aty shtove ujin me pH-in alkalin, pH-in 11, ujin super alkalin. Po, ky është ujë alkalin, pH-it 12. Na, unë duhet ta ledhe një qik më shumë, do ta ledhe një qik më shumë, dhe do ta shoh. Unë e le të rreth 10 minutë, edhe ajo fillon dhe
Sigurisht të çlirohen të do fillon të çlirohet më herbicidet shumë dhe ato. pesticidet. Po. Pra, deri në këtë nivel kemi arritur, pra që të shërojmë edhe gjendje të caktuara shëndetësore vetëm përmes ujit të rubinetit. Vetëm përmes ujit. Kjo këtu për shembull 2.5 përdoret për disinfektim. Kjo nuk ka sistem bakterial dhe mikrobor që t'jeton më shumë se 30 sekonda. Është e testuar, është e certifikuar, se çdo gjë që kompania thot, ai duhet suportohet me certifikim. Edhe kjo makinë është e aprovuar nga FDA-ja. E kuptova. Një nga eksperimentet është ky, 2.3. Kjo është arsyeja që vetë ke quajtur ujin Kangen ujin e gjallë. Ujin revolucionar, ujin e së ardhmes, që uroj dhe shpresoj që pse jo të bëhet pjesë e familjeve tona duke u njohur, duke marrë informacionin e duhur për mënyrën se si ky ujë funksionon, funksionet që ai ka, si mbështet gjendje të caktuara shëndetësore, uji është jeta. Dhe përmes ujit ne duhet kuptojmë se sa benefite dhe sa të kujdesshëm duhet jemi për ta përzgjedhur atë. Mos flasim pastaj për ujin e lënë në bidona plastik në temperatura të ndryshme, për riciklimin, ripërdorimin e tyre përsëri duke konsumuar, duke sjell pastaj dëm edhe efekte anësore të shëndetit tonë. Faleminderit, Fatlind. Shumë faleminderit. A ka lidhje kjo edhe me pjesën e rikthimit tek natyra, te ujrat? Kjo është actually... E natyrës duke kthyer burimin në shtëpi? Në shtëpi. Do me thënë, ky sistem ka përzëvendësuar gjithë ujrat në shishe. Po. Se teknikisht sa do i mirë që t'jetë ujë në shishe, it doesn't matter a është shishe plastike apo shishe qelqi. Ato janë tjera probleme. Po ujë që është në shishe është ujë vdekur. Po, e kuptova. Ky ka energjinë që provohet në moment. Edhe në Shqipëri që ujë është në depozit, që e mbajnë depozit, mjafton që ujë të futet në lëvizje. Pra mund të jetë pa problem përdorimi dhe në ujrat që vijnë nga depozita në çeshmën tonë. E kam zgjidhat që me sistemin e filtrimit që ai ka. U ke prezantuar shumë njerëzve në Tiranë apo janë në hapat e parë të prezantimit? Si e kanë pritur? Janë konfuz, duan prova, fakte, si ka mundësi, ka pikpyetje, skepticizëm? Kanë pyetje, po ajo që unë bëj është kjo, unë u alë që ta provojnë ujin për një muaj, pa pagesë. Vinë, u japi ujë pa pagesë, edhe ato vendosin. Po, kur ato të vendosin që unë dua ta marr tani që ka vlerë, ato e marrin. E kuptova. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte një qasje interesante e re edhe për ne, për të njohur diçka ndryshe në lidhje me ato që ne përdorim më së shumti në përditshmërinë tonë, siç është uji. Faleminderit Fatlind që erdhe dhe prezantove në Reze Dielli. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kalofshi një ditë të bukur. Ndërkohë ne po bëjmë atë procesin e larjes së make-upit me ujë vetëm pa sapun. Ja.